Në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimet, lavdërimet i takojnë Allahut fuqiplot, salavatet, përshëndetjet, uratat, bekimet, qofshin i pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë muslimanët e muslimanët, besimtarët e besimtarët që ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër xhamat praneshëm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, shpëtimi dhe falja e Zotit qoftë mbi ju. Mirë se po takohemi në këtë ditë, që është dita më e mirë në cilën lind dielli, pra dita e xumë, dita e tubimit, e bashkimit dhe adhurimit të përbashkët që ja bojmë Zotit madhreshëm. Ardha ju në xhami ka domethënie shumë të madhe, sepse para se t'i përgjigjemi ftesës së njëri tjetrit për me ardhur në xhami, ne realisht i kemi përgjigj thirrjes të Allahut, i cili në ditën e xumë na ka thirrë: Ja eyyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besu. Pra Zoti na ka thirrë me këtë thirrje, e cila është thirrje për më gjindë një kohë caktuar në një vend caktuar. Koha caktuar është dita e xumë, vendi caktuar është xhamia, shtëpia e Zotit. Rrjedhimisht, kur ne ju kemi përgjigj thirrjes Zotit, atëherë jemi në rrugën e Zotit. Lutim Zotin këtë ditë xumë, Zoti t'i plotësoj dëshirat tona, t'i plotësoj mangësitë tona, na i fal gabimet, lëshimet, dhe të na i pranon ibadetet, adhurimet. Aja për cilën sot do të flas, ma shumë do të jetë një rilexim, apo me thonë ndryshe, një paraqitje e disa ajeteve kuranore që i kom përzgjedh, ajete shumë të shkurtra, po secili ajet mund ta ketë temën e vet. Për dallim prej herave tjera, unë kësaj herë kom dashur ju fol më shumë me fjalë të Zotit, se sa me fjalë të tjerëve. Dhe nganjëherë ne të mundu shumë i spjegu fjalët të Zotit, ndoshta edhe ja hupëm edhe kuptimin e fjalëve të Zotit. Apo me thonë ndryshe, nganjëherë argumentojmë me një fjalë të Zotit, po shumicën e fjalëve pastaj kemi fjalë tonat, e që fjalët tona janë të mangëta, fjala e Zotit është jo e mangët. Kom përzgjedh një varg të ajete të shkurtra, që kanë porosi të poqishme, siç do ta shihni secili ajet i qartë, i kthjellë ciloti, porosi qoftë drejt për me kry diçka, qoftë porosi për mu ndalu prej diçkafit. Po filloj me ajetën e parë, i cili ajet, thotë Allahu në Kur'an, pjesë e ajetit, natyrisht, wa bil walidayni ihsana. Ndaj prindve mos sill mirë. Kur dëgjohet ky ajet për neve muslimanëve, çka na shkon mendja? Mas pari, ata që nuk i kanë prind, që kanë kaluar në botën tjetër, mu lut për ta. Këto momente, thonë o Zot, se Zoti e lexon gjuhën, e lexon zemrën para se mi lexu fjalët, që i shqiptojnë gjuhët tona, mu lut për ta. Kur tham prind, çdo baba, nana, gjyshi, gjyshja, krejt me radhë. Ata që i kujton po të fillu prej prindve, cilët Zoti ka bo shkak që nëpërmjet tyre na me orën këtë botë. Wa bil walidayni ihsana, dhe ndaj prindve, thot Zoti, mos sill me mirësi. Urdhën i Zotit. Për mos mundal shumë, për shkak se kam një varg të ajeteve, e që më mujt mi kop të gjitha kuptimet e ajeteve, të kjo pjesë isha ndalë të aja kisha spjegu që kisha rikujtu juve dhe vetës time. Nuk ka diçka që Zoti e ka baraz vlerësu, apo e ka bo ekuivalent me imanin, besimin, se sa respektimin e prindërve. Nuk ka diçka që Zoti kur e ka përmend imanin, e ka krahasu me një vepër tjetër, përveç që me respektimin ndaj prindërve. Wa qada rabbuka alla ta'buduhu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Zoti ka dhënë urdhër të prerë që mos me adhuru dikant tjetër përveç Allahut, dhe ndaj prindve mos sill mirë. Me njerë besimin në Zot, me kanë e ka krahasu Zoti? Me respektimin ndaj prindve.
sikur Zoti ka dashur me na thonë neve. Ai i cili e respekton prind, ai e ka besimin e fortë te Zoti. Apo ndryshe, ai i cili pretendon që beson Zot dhe adhuron vetëm Zotin, do të duhej që me njëherë si urdhën praktik me konë shumë i dëgjueshëm, shumë i respektueshëm ndaj prindve ti. Ajeti tjetër thotë Allahu wa qulu lin-nasi husna, folni njerëzve mirë. Pra porosia e Zotit është që kur të komunikojmë me njerëzit, në bashkëveprim me njerëzit, cilët duhet me qenë etika, morali jonë, sjellja e mirë, vepra e mirë, po para se të jenë këtu, fjalët e mira. Dikush mendon që fjala nuk ka rëndësi, ama ka rëndësi të madhe. Përderisa Zoti ka pranuar qulu lin-nasi husna, njerëzve folni mirë. Pra është pjesë edhe e fesë tonë, edhe ftesës thirrjes tonë në rrugën e Zotit. Pjesë e programit edukativ tonë, që njerëzve m'ju fol mirë e ma mirë. Qulu lin-nasi husna, folni njerëzve mirë e ma mirë. Ajeti tjetër thotë Allahu xhaleshan inna Allaha ya'murukum, Zoti ju urdhënon juve. E ka përdorur shprehjen Zoti ju urdhëron juve. Çka na urdhënon Zoti neve? An tu'addu al-amanati ila ahliha. Amanetet, gjanat e besueshme, që dikush ua ka besu, me i dorëzu të pronarët e tyre. Ka dikush i beson dikuj, edhe ja lën në amanet, besueshmëri, një pasuni caktune, ose një sekret, ose diçka të kësaj natyre. Ajo quhet në gjuhën e Koranit, po edhe në gjuhën tonë vjetër, amanet. Çka e besueshme, vlefshme. Po çka ndodh me njerëzit? Njerëzit e ligë e humben amanetin. Nuk e dorëzojnë amanetin ku u dash me dorëzu. Kur i kërkohet nuk e dhurojnë. Nga lakmia, nga humbja e besës. E Allahu xhaleshanu çka po na bën thirrje? Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Çka është pjesa e parë e ajetit? Po dikush ju ka besu diçka, edhe nëse ka harruaj, edhe nëse ka harruaj. Edhe nëse ai nuk është gjallë, edhe nëse ai nuk është gjallë, a ka lo pasardhës. Amanetin duhet me çu të pasardhës. Nëse është pasuni, është pjesë e trashëgimisë për pasardhës. Njeri kur e merr një amanet, e merr me qëllim amanetin mi bën njerit mirë, apo me kuptimin që ky përderisa ma beson mua është ma fal mua ose ma jap mua. Natyrisht amanetin kur mirret, ai mirret përgjithësi. Jo sa më takojnë mua, ose sa përqind më takojnë mua. Se kur të fillosh me përqindje ose me shpresu, atëri hub sevapi dhe shpërblimi. Tek kjo pikë për mos zgjenuar shumë, për shkak që ajetet po na presin tjerat. Kur pejgamberi u shprëngul prej Mekës në Medinë, në shtratin e tij, qatë natë kur kanë bë komplet për me myt pejgamberin, pejgamberi kanë e kalon me flajt, Aliun radiallahu anhu. Pse Aliun tafmin e vet, dhëndrën e tij. Jo me lot dikan tjerë, se njerëzit kishin thot tani e morën qaf filanën nëse filanën, po antarin e familjes, edhe i ka thonë Aliut, ti do të flesh në shtratin tënd, do të mbulohesh me atë gjybën e gjelbër që pejgamberi nga njerë dhe gjybën e ka përdor vend batanis. Ka thonë me atë gjybën, ka thonë edhe mos u frigo se kur gjus ko me të gjetë. Se Allahu ka garantu. Qa është pëjën të kësaj? Pejgamberi për shpëngullit ku për shkon? Prej Mekës në Medinë. Pse s'pe merr Aliun me veti? Po për merr Abu Bekrin, shokun e tij të ngushtë. Aliun pse belen? Aliun e kalo pejgamberi, se pejgamberi në atë kohë, edhe pse banorët e Mekës nuk i kanë besuar që është pejgamber, amanetet, gjanat e vlefshme këti kanë qute pejgamberi më jarujt se ky nuk na mashtron. Banku konë, me gjuhën e sotit në lloj banke. Amo bank pa kamat, pa cinze. Dhe tash pejgamberi ka pas gjanat vlefshme që njerëzve se u ka dërzuar. E kalon Aliun, ka thonë Aliut, ti du të menaj deri sa të vjen pronari i fundit me u dërzu. Allahu ju urdhëron juve që amanetet që janë besu mi dërzu tek pronarët e tyre.
Kur e dërzon, e ke kryu amanetin, e ke qunë venë. Wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl. Pjesa e dytë e ajetit. Kur gjykonin mes njerëzve, me gjyku me drejtësi. Urdhën i Zotit. Po nësë jam gjykac, nuk është patjetër me konë gjykac me gjyku mes njerëzve. Se cili për neve pa morë parasysh profilin e angazhimit dhe të punës, i vjen në ranin e hendër me ndona i drejtësi ma thjesht. Prej ati prokurorit shtetit, gjykata të fillu prej asaj gjykatës më të lartë kushtetuese të poshtë që vinë radhitja e gjykata, se cili njeri që ka një përgjësie deri në familje tane, me antarët e familjes, ku jeni lloj përgjegjësi, thot nëse gjykoni mes njerëzve me gjyku me drejtsinë e Allahut. Urdhën i Zotit. Drejtsinë tonë dojnë se drejtësi, por njerëzit e drejtë jo, a dini pse? Sa ai njeri drejt nuk ta bë çefin. E don gjykimin e Zotit. E tani nuk përshtatet ka herë. Për çata njerëzit fort s'kan marak. Njerëzit më drejt që Zoti ka përmendur në historinë kon pejgambert. Ajeti tjetër thot Allahu inna Allaha ya'muru bil adli. Allahu urdhron drejtësi. Wal ihsan, në mirësi, bamirësi. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Edhe me ndihmu njerëzve të afërm. Wa yanha 'anil fahsha. Zoti ndalon nga gjanat e neveritura. Wal munkar, edhe të ndalune që janë haram. Wal baghi, Zoti ndalon zullumin, padrejtësinë. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu kështu ju këshillon që ndoshta ajo do të merrni mësim. Kjo është ajeti që disa kanë thonë këtë ajetet në Koranit me hum vetë që kjo ajet me mbet ka mbet Islami. Si përmend bazat esenciale që njerëzve ju vijnë këtë botë. Drejtësia, bamirësia, largimi nga gjërat e ndalueshme, të këqija, të neveritura. Pra Zoti na këshillon kështu në mënyrë që me marr mësim. Pra drejtësia është prej kërkesave që mas shumë të Zoti e ka kërkuar në Kur'an për njerëzit në përgjithësi e me theks të veçantë për besimtarët. Një prej qëllimeve të dërgimit profetëve, libra të shejta është që me gjyku në mesin e njerëzve me drejtsinë e Allahut. Shumë njerëz kanë ambicie të mëdha, shtetin ku jetojnë, vendin ku jetojnë, qysh me bë me gjyku sipas shariatit ligjit të Zotit. Ka shumë njerëz kështu. Mi pa ata njerëz, në jetën e tyre të përditshme nuk gjykojnë sipas asaj që ata thrasin. Para se me bë këto të mëdhen, do të me bë të voglën. E vogla është me fillu prej vetes. Çato mësime se Zotit me i përkthyn veten tonë, familjen tonë, rrethin tonë. Ajeti tjetër thot Allahu: "Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum." O ju të cilët keni besu. Keni frikë Allahun dhe përmirësoni raportet mes veti. Keni frikë Zotin dhe rregulloni raportet mes veti. Këtë nuk po flet mes veti, mes komunitetit musliman, mes shoqërisë muslimane, mes familjes muslimane. Pra Allah po urdhënon, çka po na urdhënon? Keni frikë Zotin, se ai që ka frikë Zotin, ai nuk lejon që mos me fol me vllahun e tij, me xhaxhajin e tij, me babën e tij, me nanën e tij, me motrën e tij, me njerëz të afërm të tij, me fëmijën e tij, qoftë i afërt apo i largët. Pra Allahu i ka kushtuar shumë rëndësi. Për çfarë ka përdorur shprehjen? Kur ka thonë Zoti mas pari keni frikë Zotin, do të me pas shumë kujdes se urdhni që vjen mbrapa është shumë i rëndë. Nëse kryhet, zbatohet shpërblimi i madh. Nëse nuk kryhet, pason dënimi i madh. O ju të cilët keni besu, keni frikë Allahun dhe përmirësoni raportet mesin e juve. A ka nevojë këto ajete më shpjegueshëm? Nuk ka nevojë shumë shpjegoj. Qarta. Pastaj ajeti tjetër thot Allahu: "Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum." Besimtarët janë vllazën. Pajtoni vëllezërit e juaj. Nëse dy vëllezër, dy persona, dy familje kanë probleme mes veti, në shoqërinë tonë, ne përveç çka do të mi përmirësu ata, mi pajtu. Mos me lë problemin më bë më i madh,
me ndërhy. Qysht duke gjyku, jo për shkak tonën me mbrojt, që është më i afërt ose ku ta diun që ki interes për njonit, po për shkak me do drejtësinë e Allahut se bahere çka tha Zoti. Gjykonin mesin e njerëzve me çka? Me drejtësi. Ma ndodh që njerëzit më prishin me zveti, po edhe në kohën e pejgamberit alayhis ka pas njerëz që s'kan fol me zveti. Ka pas njerëz që kanë pas telashe me zveti. Tregohet në rast një sahabi shumë i madh, Zoti qoftë i kënaqur me ta, i ka nguzë dhe sahabi pak më të lekshtë që kom pak më. Edhe pejgamberi i ka mri lajme dhe i ka thonë, ej, mos mi prek shokët e mi. E ky që e boni gabimin, çka ke ky? Edhe ky shok i pejgamberit. Pse i tha pejgamberi mos mi prek shokët e mi? Jo për mi thonë që ti si e shok jam, po pejgamberi ka qenë me atë shtypën. Ati që është bo pa drejtësi me viktimen. Çdo herë ka përkrah, jo të fortin, pa ati që është bo pa drejtësi, jo zullumçarin. Dhe në rast pejgamberi alayhis salam ka thonë, ndihmoni vllaut tuaj, ose kur i bëhet pa drejtësi, ose kur është të bo pa drejtësi. Shokët janë çuditse se kanë ikët legjërim kur. Ka thonë, ja Rasulullah, pe mi ndihmu ati që është i shtypun, pe kuptojna. Po çush mi ndihmu shtypsit? Ka thonë, e kapni për dorë dhe ndalni pe zullumit dhe pa drejtësisë. Edhe i thoni mos bën kështu. Sallallahu alaihi wasallam. Ajeti tjetër Zoti thot, edhe në gjendje lufte, njeriu edhe kur është në luftë, do të më marrë drejtësi. S'do të më bëj pa drejtësi. Wa idha qateltum fa'dilu. Edhe kur merrni pjesë në luftë, mos e teprani. A dini çfarë është teprimi në luftë? Teprimi në luftë është të ke myt armikun e tash e masakron. Në Islam është haram e ndalueshme. Ose i ke premtu që s'kime mbyt, u dërzu, e pastaj e ke mbyt. Keme dhe përgjësi për para Allahut. E kuptuat idenë? Pra edhe në gjendje luftë ku njeriu është se ditë çka po bëhet. Islami, Kurani ka kërkuar që me kon mesatar, mos me tepru, se qëllimi nuk është me mbyt. Qëllimi i luftës në Islam kur është lejuar, deri është lejuar shumë vonë, ka është për shkak me nal zullumin pa drejtësinë. Që me pas paqe në botë. Se nëse nuk nalet pa drejtësia, nuk ka paqe në botë. Për që ata të keqin, zullumçarin këtë bota do të më bo bashkë me nal. Parimisht është kështu. Pse? Për shkak të paqes. Jo për shkak të noftës e të gazit e ku ta dion. Ajeti tjetër Zoti i drejtohet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam, por dhe neve, thot Zoti, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin. Fal. Urdhëro për të mirë. Ktheu shpinën njerëzve ignorant, mos u merr me ta. 3 porositë vlefshme. Fal. Falja është pjesë e Islamit. Ku na thot Zoti, pejgamberit, muslimanëve. Urdhëro për të mirë. Se urdhërimi për të mirë përmirëson gjendjen. Wa a'rid 'anil jahilin. Me njerëz të ignorant mos hub kohë. Sepse edhe në konteksti i ajetit kuptohet jo vetëm ignorant, po edhe mendjemdhënie. Mos hub kohë me ta. S'ki rezultat me ta. Sa ai një thot 3 bojnë. Tash e se merroti me ta. Mos flasim në detyrë pak më aron matematikore me hi. Ashtu e ka. Mos hum kohë me ta. Wa a'rid 'anil jahilin. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Zoti thot pejgamberit alayhis salam. Ule krahin për besimtarët. Ule krahin që është në mënyrë alegorike ne i themi. Stili Kuranit. Ule krahin kuptimin që bënu i butë, bënu tolerant, përkan, për njerëzit që të besojnë. Se du botë me ta. Allahu në ajet të tjera i ka thonë pejgamberit tonë Muhammedit e Islam. Lau kunte fadhan ghalidha al-qalbi lan faddu min hawlik. O Muhammed, si kur të ishe i ashpër, zamër fort, zamër ngurt, njerëzit do të ishin ikë prej teje. Po për shkak butësisë njerëzit janë ardhur te këte. Ky ajet për çka tregon?
që pejgamberi më tregu i but me besimtarët. Kur thena pejgamberi, a veç pejgamberi edhe besimtarët me njëri tjetrin. Thot Allahu në ajetin tjetër, wa jaza'u sayyi'atin mithlaha. Ndeshkimi për një të keqë është një keqë. Saja. Nëse dikush ka gabon një të keqë, ta shtimonu me abo 10 këshia, po edhe ai, edhe nëse flasin kuptimin e dënimeve që shteti i ka bon njëri një gabim, tash nuk do të më abo 10 dënime dhe sanksione, po masën e gabimit që ka bon, edhe sanksioni, edhe dënimi, qoftë ai material apo të ngjashme. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Kush fal, thot Zoti, prej palës që është bo dam apo viktimës, duke qenë ai viktim, wa aslaha fa ajruhu, edhe ka pajtu, është pajtu, fa ajruhu ala Allah. Shpërblimin e ka te Allahu. Është e rëndësishme, edhe nëse dikush ka hinë hak, edhe nëse dikush ta ka dëmtu, nëse llogarisëm pronën ose fizikisht ose ku ta diun, po ti e fal, pajtohesh me ta për hir të Allahut, fa ajruhu ala Allah. Sa është më rëndësish shpërblimi në dunjë, shpërblimin e kita Allahu. Si të thot Allahu në Kur'an, fa ajruhu ala Allah, pajta. Se nuk mundesh me marr me mend çfarë shpërblimi ka me ta dhënë Allahu xhaleshanu ditën e gjykimit. Inna Allah, ajeti tjetër, inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allahu nuk e don atë i cili është mendjemadh, arrogant. Mendjemallësia dhe arroganca se zakonisht janë dy cilësi që i përkasin të njëjtit person. Se zakonisht bashkë shkojnë. Po nëse shkojnë bashkë, ndani dy fytyra. Zoti çka thot, Allahu nuk e don ai që është arrogant dhe mendjemadh. Sa ajetet në Kur'an flasin. Wala tamshi fil ardi maraha. Moses në tokë, thot Zoti në ajete tjera, të edhin të sura Lukmani kur e këshillon birin. Moses në tokë me kry përpjet, me ndjemadhësi, as nuk mundesh me qatë tokën, thot Allahu, e as nuk mundesh me arrit lartësinë e mala. Sado që vetja doket i madh, malet janë më të mëdha. Sado që vetja doket që ki fuqi të madhe, ki peshë të madhe, nuk mundesh me qatë tokën. Ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'da adh-dhanni ithm. Shmangni, thot Allahu. Largoni, ku jo Zot? Shumë prej mendimeve, paragjykimeve, sepse shumë prej paragjykimeve janë gjëna veti. Ky kështu ai kështu, e fol për njërin pa e njoft kurr. Jap analizë për personin, këtë jap CV-n, biografinë personale, as nuk e nejt me ta, as ke udhtu me ta, as ke bo pazar me ta, as ki migjasi me ta. Qysh fol për ta kur se një? Kanë thonë, mjafton njeriu me rajt, ose me fol të pavërtetën, nëse flet ato që e dëgjon. Përshta Allah për na çapë na thotë ijtanibu kathiran min adh-dhann. Ikni shumë mendime, paragjykime që u vijnë, sepse shumë prej paragjykimeve janë gjëna, janë mëkat i madh, janë gjëna në veti. Pastaj Allah një ajet shumë të shkurt në surën që është llogaritet etika e Kur'anit, surja El-Hujurat thot: "Wala tajassasu." A dhe një shprej, "Wala tajassasu." Mos u bëni spion të njëri tjetrit. Mos e shpiononi njëri tjetrin. Spionazha është e keqe, nuk është cilësi e muslimanit. Ndryshe me përkthim ma thjesht, mos i hulumtoni të metat e njerëzve, gjënohat e njerëzve. Kjo mos mi hulumtu, e asesi mos mi tregu edhe nëse i deni me. Pse? Se ati e ka mbulu Zotit, ti po ja zbulon të keqen. Allah e ka mbulu me mshirën, rahmetin e ti, ti po ja zbulon, wala tajassasu. Më shko mas dhere me ngu ato njerëz janë bashkë një dyrë, mrena, ti të qelsi. Qa po për gjithë njëti njeri, kur e qelë dherën, e shep as dhere. Po nuk në regull të diçka. Rasisht nuk është. është ndalueshme me ndëgju
brimin ku hin Chelsea. Zoti edhe për mrena familjes, antarët e familjes e kanë ndaluar me qelë derën me hi, me trokit. Prej distancë me lyp leje. Se nëse nuk e vepron këtë formë, llogarishtesh që jetë të bëj spionazh. Tu i dëgju mohabetet që njerëzit nuk dojnë mi dëgjute. Nga njeri pa dije e bën kështu. Përsa ta është kulturë, troket. Nëse nuk dëgjon e përsërit. Nëse ka nevojë thret me zonë, oj zoti i shtëpis. Kjo edhe kur hin familje, kur hin pronën e dikujt, me pas kujdes. Se shtëpia është privatësi. Këtu spionaza nuk përfshin njerëzit cilët punojnë për sigurimin e shtetit, vetë, cilët dojnë me rujtë sigurinë e shtetit, natyrisht nuk hin këtu. Sepse është një organ i cili është i nevojshëm që më rujtë shteti prej sulmeve të jashtme, ose qofshin ato Zoti na rujt me anshme, sepse vazhdimisht çdo shoqëni ka njerëz të këqij që dojnë me cenu sigurinë që quhet ajo që njihet si siguria kombëtare apo nacionale. Ajete të tjera mundona si shpejt vetëm përkthimin e tyre pa hin detaje, thot Allah la yaskhar qaumun min qaumin. Nuk bën asnjë popull me nënshmu popullin tjetër me përbuz. Asa an yakunu khayran minhum. Ndoshta pala që ti e nënshmon e përbuz e tallësh me ta me qenë më e mirë se sa tallësin këtë rast. Allahu në Kur'an po na thot: "Wala nisa'an min nisa'in", as grad një grup i grave mi përqesh grad tjera, asa an yakunna khayran minhunna, ndoshta ato janë më të mirë se sa grupi tjetër. "Wala talmizu anfusakum", ajeti tjetër, mos e përshmoni njëri tjetrin. Tu i ngjit nofka, llagabe, emra që si dën personi. Forma tjetër është me majet synit mja bo prezencën. Këtë këto veprime Allahu xhaleshanu në Kur'an na i ka ndalu. "Wala tanaza'u fatafshalu", po ka thënë Zoti, mos u përçani, po dështoni o tadhhab rihukum, se pastaj ju humb era, me përkthy bukfal Zoti kështu ka në Kur'an e ka pru. Mos u përçani e dështoni. Përçamja bën dështimin. E kur ndodh dështimi, njeri ti hub era, dhe në çështje i hub prestigji. S'të bën më hesab kush për njeri. 2 miliard musliman, kush si bën hesab për njerëz. Hub era. Pse qysh tek do të më kthy vetes. Sot jetojmë në botë ku fatkeqësisht veç i forti respektohet, edhe veç i forti njihet. I forti në kuptimin e fjalës i fort, jo vetëm kuptimin e arsenalit, po në çdo forme të forcës. Allahu në Kur'an ka thonë: "Wa idha ghadibu hum yastaghfiru." Kur dikush i dhrohet, arrin një gjendje të vështirë, i kërkon falje Allahu xhaleshanu. Ajeti të thotë: "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Nëse një dyftërsh hipokrit ja u bjen një lajm, mos e shpërndani lajmin. Mas pari hapi parë cili është, verifikoni lajmin. Me verifiku lajmin para se me përhap, se nëse e përhap pa e verifiku, je pjesë e gjunahit. Se ka mundësi shpërndarja ati lajmit, dikuj ja prish familjen, dikuj ja hup karrieren, dikuj ja hup venin e punës, dikuj. Ajeti tjetër: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mawdhati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan." Thirr thot Zotin, rrugën e Zotit tanë. Me çka? Urtësi, hapi parë. Këshilla e mirë, hapi dytë. Po nëse bëhet një lloj debati, ngritet pak niveli, bëhet një lloj diskutim, po jo, polemizo thot Zoti në formën më të mirë të mundshme. Wajadilhum billati hiya ahsan. Pa marrë parasysh pala bëhet nervoz, as bëhet ato ofendon, ti s'bën se ti je të thirrë në vërtetën. Shaja parë që si jetë të thirrë në vërtetën është nëse ti del pi kontrollës. Dhe këtë në fund të Allah qaulun ma'rufun, një fjalë mirë, o maghfiratun, dhe një kërkim falje, khairun min sadaqatin yatba'uha adha,
është më mirë se një sadak e cila pasohet me ankesa, apo me lavdrime, apo me ofendime. Dikush jep dikuj sadak, po e nem. S'po punon, ku ta diun, kësi gjana që ka herë dina na me hinë qeshtje. Ose dikush e ka përmen e ka bo një sadak, një lemush, po tash të lull të e përmen sa herë ka dhonë. Tash ti nuk e dina i ka dhonë 1 milion a 10 milion, qatë shumë që ka përmen. Ose kësaj natyre, pra syfatsi ku ta diun, pra Allah po një fjallë e mirë ka një herë. Një fjallë stakfirullah kur ti ja drejton Zotit, është me mirë se nështë dikush mi dhonë milionat. Pse? E para është fi sebilillah, e tjetra është fi sebili Allah edhe ma mirë. Qka? Walhamdulillahi Rabbil Alamin. El-Fatiha.